metoda amerikane edhe SBA ku bëjnë thirrje. Nuk e kam parë fare, më vjen keq. Për punën që nuk e kishte parë hiç më herët, tash mësoi krejt në detaje. Madje ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu për çështjen e gazit amerikan thotë se duhet diskutime ekspertësh e analiza, derisa mohon se ky projekt ka marrë refuzim qeveritar. Ne nuk ja kemi mbyll derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që diskutojmë me këtë. Ministri Arizanolli ka diskutuar për këtë çështje dhe po punon në këtë drejtim. Qysh do të jetë përfundimi, në asnjë variant sipas saj nuk mund të cilësohet si vendim anti-amerikan. Qoftë se Kosova, Republika e Kosovës shen një zgjidhje tjetër si një zgjidhje më e mirë, atëherë pse duhet që të kritikohet e pse duhet që qeveria apo institucionet e Republikës së Kosovës të konsiderohen anti-amerikane. Nuk dihet nëse edhe kjo çështje mund të jetë pjesë, por diskutime partia ku është edhe Haxhiu vetëndosje. Duhet të nisë me subjekte të tjera për t'i bërë institucionet e reja. Por kjo me gjaz do të bëhet veç për punën e presidentit me që për kuvende e qeveri thanë se kanë vota boll. Ndaj edhe posti për shef shteti do të jetë i fundit që votohet. Mendoj që duhet ta konstituojmë kuvendin, duhet ta votojmë qeverinë, por në ndërkohë të vazhdojnë takimet për çështjen e presidentit. Kemi thënë që zgjidhja e duhur për këtë çështje është që ta gjejmë një kandidat që nuk është në ndonjë parti politike. Me këtë kriter, presidentja përkohshme e përjashtoi edhe mundësinë që kjo të jetë kandidate për të parën e vendit, derisa tha të mos e di nëse do të propozohet sërish si krye parlamentare.